Përshëndetje, përshëndetje. Flasim përse përket pikërisht kësaj jave nga data 30 qershor deri më datën 6 korrik të 2025-s. Duket se është një javë ku shumë ndryshime, shumë ndikime që do kemi, por gjithashtu është një javë me takime të rëndësishme, edhe pse mund keni pasur në një problem ose diçka që nuk është zgjidhur më përpara, por ndikimet planetare, mundësi që na jepen dhe koha ku ndodhin fenomenet. Është një mundësi e artë në lidhje me ndryshimet e mëdha që do ndodhin tani e tutje. Koha kur ndodhin fenomenet edhe periudhat që ndodhin gjërat nga ndonjëherë na duken të çuditshme, na duken të vështira, por në anën tjetër na jepet mundësia dhe koha për të realizuar në çështjet e punës sonë, në lidhje me takimet tona dhe vendimet që marrim. Duket se ka një farë ndikimi pikërisht kjo javë, sepse parashikohet në lidhje me çështjet që do lidhet shumë me familjen, lidhet me punën, lidhet me kontratat, sepse nga e premtja, datës 4 korriku, favorizojnë shumë udhëtimet, kontaktet dhe çështjet e favorshme që lidhen shumë me anën ekonomike, me dokumentacionet. Lidhjet që kanë të bëjnë për sa i përket njohjes të reja në fushën e punës, qoftan ato financiare apo profesionale. Duket gjithashtu nga dita e njëjtë deri ditën e shtunë, do të jemi të kujdesshëm sepse do të ketë një mundësi të papritur financiare ku deri në 90 me 95% është mjaft e madhe në ndikimet të pozitivitetit dhe kohës tonë, por duhet të jemi të kujdesshëm sepse 5 deri në 10% e mbetur është disi ku problemet mund të jenë të mëdha ose ndryshe na interpretojnë dhe ne ndryshe e kuptojmë. Pra duhet pasur një kujdes të veçantë këtu në këtë drejtim. Pastaj gjërat e tjera, ndikimet që kanë të bëjnë në mundësi të reja që jepen nga pikërisht kjo javë, bëhet fjalë problematika e vogël është shtuna dhe diela, por ditë pushimi, por gjithsesi në 90-95% ka një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë në fushën e karrierës tonë, në fushën e biznesit tonë dhe jo vetëm. Është një ndikim mjaft pozitiv gjithashtu, sepse keni pasur disa çështje të pazgjidhura më përpara ose disa gjëra që duket se është një ndikim shumë i mirë në pozicionimin e planeteve, në mundësi që jepen tani e tutje. Është një kohë që vërtet na bën të ndihemi mirë me punën tonë, me karrierën tonë dhe shumë përfitime që kanë shenjat e zjarrit në këtë drejtim, siç janë shenjat të dashit, e luanit dhe e shigjetarëve të dhjetit të tretë. Është një mundësi gjithashtu në lidhje me datën 6 korrik, ku kemi afërditën e gjashtkëndës me Saturnin, kemi afërditën e gjashtkëndës me Neptunin, ku do të thotë mundësi, ku do të thotë rëndësi, ku do të thotë takime dhe vendime. Është një ditë mjaft e mirë, edhe pse si ditë pushimi, por na jep mundësinë sepse na jep një shije të fillimit të muajit korrik, sepse është një muaj me ndryshime të mëdha që do kemi tani e tutje, dhe kjo do të thotë që vendimet që mund të marrim janë vendime mjaft pozitive dhe korrekte nga ana e punës apo dhe të ekonomisë. Janë disa stabilizime shumë të mëdha në këtë fushë, sepse edhe në lidhje me pozicionimin e planeteve, të ndikimit të madh të ekonomisë, të stabilizimit dhe të vazhdimësisë. Por gjithashtu, edhe pse mund keni pasur disa probleme në lidhje me çështjet e ligjit, ata që kanë pasur probleme nga data 1 qershor, 7 qershor, 13 qershor dhe në 22-24. Të gjitha këto data, flasim gjithmonë për me ligjin, dhe nuk kanë gjetur zgjidhje. Duket se pikërisht tani është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv, ku do keni mundësinë për të zgjidhur problemin edhe çështjet që keni, sepse do të kemi edhe disa gjëra tjera surprizë ku lidhen me punën aktuale, lidhen me vendet kyçe që kanë bëjnë me karrierën, kanë bëjnë me gjëra që gjithçka shkon mbar, gjithçka arrihet. Ajo që do të kemi tak vëmendje
do të kemi në lidhje me disa takime. Nga njëra ana shkelin syrin që po është e rregullt dhe mund të realizojmë ose ndryshojmë gjërat, por në anën tjetër kërkohet vëmendje, kërkohet kujdes, sepse pozicionimi planetar në këtë periudhë është në favorin ton, por kujdesi duhet sepse është si janë gjërat mund mos jenë ashtu siç pritet. Por para se të fillojmë tani me parashikimin e 12 mësimet zodiakale për sa përket kësaj jave, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë, dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje, ku që ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi çështjet që juve kërkoni, mbi gjërat që juve dëshironi, edhe pse mund keni pasur çështje problematike nga më të ndryshmet, ose keni pasur gjëra që nuk i keni zgjidhur akoma sepse shikoni se çfarë mund të bëni në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me kontratat dhe datat e mira, shkëmbim unazash, njohje të kësaj lidhje serioze, e kështu me radhë, i keni të gjitha paketat atje. Duke zgjedhur një nga paketat aty, duke zgjedhur ato që juve ju intereson dhe ju përshtatet më tepër, dhe më pas shkoni tek sekretaria, tek ajo dritare e vogël atje, dhe duke e klikuar atje të dhënat që vendosni, dhe pastaj jeni gati kur e dërgoni me të dhënat të sakta, dhe pastaj do flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype'it. Për juve që doni që çdo video në kohën që ne jemi live dhe doni të dërgoni mesazh sepse do jemi live së shpejti, siç e kemi thënë, dhe e themi me të madhe, si çdo të mërkur nuk diskutohet që mund të kemi live, por do të lëm orën kur mund të jemi, 3 orë, 4 orë para që ta dini, që juve të merrni një mesazh live, dhe ta merrni live për higjen dhe duke biseduar për gjëra të tjera. Tani, pa humbur kohë, do fillojmë me shenjat me radhë. Do fillojmë me shenjën e zjarrt dhe e mundësive të mëdha, që do të thotë shenja e dashit. Për sa i përket shenjës së dashit, meqense dashi ka mundësi dhe është shumë e rëndësishme, dhjetëdiçi i parë, edhe pse ka disa çështje problematike tani në këtë periudhë, mundohet shumë që t'i zgjidhi, por vjen një moment dhe kërkon pak kujdes dhe vëmendje. Dhjetëdiçi i parë për një arsye, sepse duket se do të ndryshoj punë, por nuk pa arrit akoma. Është një mundësi shumë e mirë gjithashtu, sepse me zgjidhjen e disa problematikave të ndryshme që mund keni pasur para disa kohëve, duke se tani ka ardhur koha dhe momenti për zgjidhur gjithçka keni dhe doni në fushën e punës suaj. Dhjetëdiçi i dytë do shikoj pak çështjet ekonomike, sepse në fushën ekonomike mirë është që juve të keni kujdes, keni të vëmendshëm në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me diçka aktuale që është tani, një mundësi që mund të keni këtë javë, dhe jo vetëm kaq, dhjetëdiçi i dytë gjithmonë është në përpjekje të nisi diçka të re në fushën e karrierës dhe në stabilizimin ekonomiko-financiar. Dhjetëdiçi i tretë do ketë kujdes në lidhje me bankat, nëse ka pasur probleme ose nuk e ka zgjidhur akoma për një arsye apo për tjetër, sepse në shumë gjëra mundohemi të jemi korrekt me veten tonë, të jemi korrekt me gjërat që neve duam të rregullojmë, të stabilizojmë, por nga njëra anë mund mos jetë ajo çka presim, por në anën tjetër është mundësia që na jepet në kohën e duhur. Madje duke pasur parasysh stabilizimin dhe mundësitë të arta që keni juve të dhjetëdiçit të tretë, është kjo javë që ju përgatit për stabilizime. Në fushën e dashurisë, për të 3 dhjetëdiçët, duket se ka një ndikim shumë të mirë tani në lidhje me një rikthim nga e kaluara, që keni pasur problem nga e kaluara, më tjetër para 3 muajve, ose keni qenë në prag të një lidhjeje dhe jeni shkëputur, ose keni më shumë se një vit, dhe tani ka ardhur koha dhe momenti që juve të shikoni gjërat ndryshe, sepse është një mundësi shumë e mirë në këtë javë, duke pasur parasysh edhe çështjet e punës dhe karrierës, edhe çështjet që lidhen me udhëtimet, për juve që jeni larg, që doni një lidhje stabilizuese për familje, duke se ka të bëjë shumë dash peshore, dash
binjak, dash binjak është diçka shumë pozitive. Madje është lidhja më perfekte mbi ndikimet dhe ndryshimet e mëdha në familjen tuaj, që do të thotë lëvizje, do të thotë vazhdimsi, do të thotë korrektësi në anën tuaj. Nuk diskutohet dhe nuk vjen dyshim edhe çështjet e punës, sepse tani për tani juve i keni mundësitë edhe jeni mjaft ndikuar në fushën e karrierës suaj, por në anën tjetër është një moment shumë pozitiv, sepse me ndryshimin e punës suaj, me ndryshimin e gjërave të mëdha që do të keni tani tutje, janë ndryshime të financave, sepse për sa i përket financave, për sa i përket gjërave që juve do të keni mundësinë për t'i zgjidhur me njeriun tuaj të dashurisë, edhe nëse keni pasur probleme në këtë pikë, kjo nuk do të thotë që është problem i vazhdueshëm, por më të përfituar dhe më pozitiv janë shenjat që kanë pasur probleme, ka pasur debate në lidhje me këto çështje, por gjithsesi këtë që mund ta themi me bindje të plotë që koha ka treguar që të 30 vjeçët në fushën e dashurisë, edhe pse prisni pasardhës të 10 vjeçit të dytë, jeni lodhur shumë, keni pasur shumë probleme, lidhjet afatgjat, që lidhet shumë kjo, do të thotë dash peshore, do të thotë dash gafore, do të thotë gjithashtu me dash britsjap të 10 vjeçit të dytë, ku është një mundësi shumë e mirë, edhe pse keni pasur debate, edhe pse keni pasur gjëra që nuk i keni realizuar aty ku duhet për një arsye apo për tjetër, jo për fajin tuaj, por vjen momenti tani që juve do shikoni edhe vetë ku gjërat do jenë krejt ndryshe nga situata, sepse tani ka ardhur koha dhe momenti të shikoni gjërat ndryshe dhe të jeni në anën tuaj, sepse gjërat do jenë në pozicionin tuaj, në vazhdimsi të karrierës suaj dhe të momentit. Udhëtimet janë shumë të favorizuara, sidomos për shenjën e dashit, ka të bëjnë shumë dita e mërkur, dita e ejte, janë 2 ditë shumë të mira për sa përket udhëtimeve dhe lidhje me dokumentacione të kësaj natyre, sepse është një moment mjaft pozitiv. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e padrejtësive dhe përfitojnë të drejtën e tyre, që do thotë shenja e demit. Për sa përket shenjës së demit, meqenëse demi duket se tani në këtë periudhë është mjaft e ndërlikuar si situatë në fushën e punës, sepse nga njëra anë është në kërkim të një pune të re dhe po kërkon të zgjerojë biznesin, dhjetëdiçi i parë. Dhjetëdiçi i dytë, edhe pse në role drejtuese, me probleme të ndryshme, me gjëra që nuk kanë qenë aty ku duhet, por janë munduar shumë për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura. Vjen një moment shumë pozitiv dhe një moment ku gjërat do jenë mjaft të mbara, edhe pse me probleme, edhe pse keni pasur çështje të pazgjidhura në lidhje me punën tuaj, në lidhje me disa gjëra që vërtet i keni mundësitë, vërtet jeni me fat në anën tuaj për të zgjidhur çdo lloj problemi që keni pasur, çdo lloj problemi që juve keni në anën tuaj dhe në mundësitë që ju jepet, por është një kohë e mirë tani, është një kohë shumë e artë për dhjetëdiçin e dytë të shenjës së demit, sepse në role drejtuese që do jeni, do keni mundësinë që t'i tregoni personave kyç që po edhe ne mund të arrijmë për atë që juve kërkoni dhe dëshironi. Dhe kjo juve e prisni diçka të tillë për t'u realizuar në fushën e punës dhe të ekonomisë, sidomos dhjetëdiçi i tretë, edhe pse ka udhëtime. Por këto udhëtime janë favorite për arsye të punës suaj, për arsye të gjërave që jeni në kërkim për t'i rregulluar, stabilizuar, për të nisur një diçka të re, po është e mundur, dhe kjo është më se e stabilizuar dhe gjërat që do të ndikojnë, do të diktojnë në fusha të ndryshme të çështjeve ekonomiko-financiare, të çështjeve që lidhen me dashurinë, lidhen me punën, lidhen me korrektësinë tuaj, dhe gjithashtu është një mundësi mjaft e mirë dhe tepër pozitive. Në çështjet shpirtërore, lidhjet afatgjat që kanë të bëjnë me anën tuaj, që do të keni tani e tutje, është një moment mjaft pozitiv, është një moment që do të keni mundësi të 30 vjeçët në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, në fushën e dashurisë, në fushën e gjërave të përgjithshme
që do keni dhe kjo është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv me çështjet që janë në vazhdim. Nuk ka vend për të shqetësuar, sepse çdo gjë është e mbarë, çdo gjë është e realizueshme për arsye të punës, për arsye të karrierës dhe të mundësive të mëdha që kemi tani e tutje. Prandaj, për juve të shenjës së demit nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në gjërat që juve doni të bëni. Megjithatë, është dhe mundësia tjetër që në një farë mënyre juve ndryshoni shumë gjëra në fushën e karrierës suaj, por jeni mjaft të ndikuar në këtë aspekt, sepse është një kohë shumë e përshtatshme në fushën e ekonomisë, në fushën e vazhdimësisë, por ka të bëjë dhe me një çështje trashëgimie, mbase është kjo që juve do t'i rregulloni gjërat, do të arrini te ku doni dhe është momenti i artë në këtë aspekt. Në fushën e dashurisë, edhe pse mund keni pasur probleme miqtë e mi të shenjës së demit në lidhje me të 30 diqët, që ka do të thotë lidhjet afatgjat, që do të thotë me akrep të 10 diqit parë, me luan të 10 diqit të tretë, me ujor të 10 diqit të dytë. Pra, këto tre shenja që lidhen me juve ose në bashkëpunimin e udhëtimit të jetës, është një moment mjaft i mirë, prandaj bini pas, ose lini pas dore, sepse kjo do t'ju ndihmojnë, do keni mundësinë për të arritur në finish dhe koha është më ideale dhe më pozitivja e që ndonjëherë në këtë drejtim. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë ajri, një shenjë që ka pozitivitet, një shenjë që ka ndryshime dhe vendime të rëndësishme, që do të thotë binjakët. Përsa përket binjakëve, binjakët të duket se ka një ndikim tani në mjaft pozitiv në lidhje me çështjet e ekonomisë. 10 ditë parë, duket se ka një stabilizim në anën e biznesit, në lidhje me karrierën më tepër, se lidhet shumë në fushën e karrierës, në fushën e ndryshimeve të mëdha që do kenë të kësaj shenje, edhe pse me vështërsi, edhe pse mundohen shumë për gjetur zgjidhje në punën e tyre, sepse disa gjëra padrejtësira që janë bërë, disa çështje që nuk janë realizuar siç duhet, por koha ka treguar që është një mundësi, një moment mjaft i mirë tani në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshime, në lidhje me vazhdimsinë, po është një mundësi mjaft e mirë. Në lidhje me çështjet shpirtërore dhe kohën që keni pasur juve, të 10 ditë të parë, keni qenë pak në dilemë për sa përket një lidhjeje afatgjat dhe është shkëputur, kjo është me ujor, por kjo nuk do të thotë që nuk rregullohet ose nuk merr zgjidhje. 10 ditë dytë ka një ndikim shumë të madh tani, një ndikim që mund quhet me plot bindjen, sidomos në çështjet e karrierës, lidhet shumë me karrierën dhe kjo është një problem në vete në fakt, sepse juve ndryshe i nisni, ndryshe i bëtisni, mundoheni që t'jeni korrekt me punën tuaj, korrekt me gjërat që do të vinë, por do të keni kujdes në punën tuaj, por dhe në udhëtimet atje që do keni, domethënë bashkë familjare, do bëhet fjalë për çështje dokumentacioni dhe kjo kërkon pak kohë. Kurse në çështjet shpirtërore juve të 10 diqit të dytë të shenjës së binjakëve ka një ndikim shumë mirë tani. Ka ndikim shumë mirë tani për një mirë arsye, sepse një lidhje me akrep është mjaft pozitive, kurse 10 diqi i tretë duket se është me britsjap të 10 diqit të parë, ku është koha, është momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar të 30 diqët të shenjës së binjakëve kanë mundësinë, kanë rëndësinë që i japin në fushën e karrierës së tyre, në fushën e biznesit të tyre dhe mundësive të arta që ata kanë. E përgjithshmja, për juve që keni të bëni me dokumenta, keni të bëni me çështje të paslidhura, është shumë ditë favorite, dita e hënë, dita e mërkurë dhe dita e enjte paradite. Mund bëni takime dhe gjeni zgjidhje në çështjet që juve keni, sepse është një mundësi shumë e mirë e artë, më thoret kjo, sepse keni gjitha gjërat në lidhje, e keni në vijë me pak fjalë, nuk ka vend për të shqetësuar, sepse gjërat janë në anën tuaj dhe kështu që keni mundësinë për t'i zgjidhur gjërat ashtu siç juve dëshironi. Prandaj koha është në favorin tuaj dhe jo disfavor.
Do shkojmë tek një shenjë uji tani, një shenjë perfekte, një shenjë mundësie, një shenjë karriere dhe me shumë fat në aspektin e punës dhe të biznesit, që do të thotë gaforja. Për sa përket gaforeve, gaforet në përgjithësi kanë shumë çështje dhe jo vetëm, ku kanë momentin e duhur në çështjet që kanë të bëjnë me punën, ka të bëjnë me anën ekonomike financiare. Të dhjetëçit të parë kanë disa planete që ndikohen shumë për tek juve, ku do të thotë Dielli, ku do të thotë Jupiteri, ku do të thonë këndet që bën afërdita me Mërkurin, bën me Jupiterin, ku do të jepet mundësia mjaft e madhe në fushën e karrierës suaj, sepse lidhet shumë me karrierën, dhe është një moment shumë pozitiv dhe është shumë korekte nga ana juaj dhe momentet më të mira që janë tani e tutje, kur është një kohë shumë e përshtatshme, është një kohë shumë e dobishme në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me ndryshimet dhe vendimet që mund merren dhe jo vetëm. Në disa çështjet pozitive që kanë bëjnë në lidhje me fushën e karrierës, është një mundësi gjithashtu mjaft e mirë, sepse do të shikoni që gjërat të ndryshojnë në fushën e biznesit, të ndryshojnë në fushën e karrierës, sepse lidhjet që kanë të bëjnë shumë të shenjës së gaforës, të 30 diçët që kanë mundësinë e artë në ekonomi, mundësinë e artë në gjërat që do të bëjnë, dhe kështu që nuk ka vend për të shqetësuar, sepse është dhe koha mjaft e mirë, është dhe koha shumë e mbarë në anën ekonomike, në anën e biznesit, në anën e ndryshimeve të mëdha që do të keni tani tutje. Dhjetëçi i dytë do merret me çështje kredie, ku do të ndihmoj shumë fati në lidhje me një biznes, lidhet shumë me biznesin, por gjithashtu ka dhe të bëjnë edhe me disa takime të njëpasnjëshme me njerëz kyç, me njerëz të rëndësishëm, ku do shikoni edhe vetë se ka të bëjnë me favorizime që lidhen tek juve, duke pasur parasysh edhe një moment që është tani një moment mjaft i mirë ky, do të thotë sepse lidhet janë favorite, lidhjet kanë të bëjnë me takime, kanë të bëjnë me ndryshime, me mundësi të arta që keni tani tutje, prandaj shfrytëzoni në maksimum pikërisht këtë javë, se është javë shumë e mirë, edhe pse keni pasur probleme, keni pasur gjëra që nuk më keni zgjidhur, ne keni pas mundësinë e zgjidhjes së problemeve të tilla, por vjen momenti që gjithçka shkon mbar, gjithçka arrihet. Në disa çështje, mund të jenë në çështje dhjetëçi i tretë në fakt, do të jetë i kujdesshëm nëse do të bëjnë lëvizje nga një qytet në qytet tjetër, nga një shtet shtet tjetër. Mirë do ishte që të jeni të kujdesshëm për marrje vendimesh të rëndësishme. Sepse edhe pse tani për tani mund të duket e vështirë ajo nismat ose gjërat pozitive ose konkretisht me ekonominë, me stabilizimin, me korektësinë me të tretë që nuk janë, por juve jeni sepse keni mundësinë e gjërave të mëdha në fushën e punës suaj dhe të vazhdimësisë. Në çështjet e dashurisë, edhe pse keni pasur disa çështje problematike, dhe këto janë probleme duke ja lënë së shkuarës, sepse tani për tani juve jeni në fakt në një rrugtim, në një udhtim të rëndësishëm, dhe kjo do të thotë që juve i keni të gjitha mundësitë, juve i keni të gjitha gjërat që të përfitoni dhe të arrini majat në fushën e karrierës. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, duket se një ndryshim i madh ndodh tek juve. Ndryshimi i madh është përsa i përket të punës, përsa i përket gjërave të mëdha, se do të keni shumë gjëra në lidhje me anën ekonomike financiare, shumë gjëra në lidhje me ndryshimin dhe vendimin e madh që do të keni tani tutje, por gjithsesi mundoni që të jeni pak a shumë të vëmendshëm në lidhje me çfarë bisedoni të dhjetëçit të tretë dhe ku doni të arrini. Bisedojeni tani sepse korriku deri në shtator është një kohë pak e gjatë, por është e gjatë nga njëra anë, e mirë nga ana tjetër sepse do zgjidhni problematikat nga më të ndryshmet dhe nga më të vështirat. Kjo thotë që tregon që ju i keni të gjitha mundësitë e arta, mundësitë e mira në lidhje me vazhdimsinë ose gjërat janë korrekte nga ana juaj. Pra nuk ka vend për të shqetësuar këtu sepse i keni mundësitë dhe është një anë mjaft e mirë
dhe tepër pozitive në çështjet ekonomike financiare në biznesin që do të keni dhe jo vetëm. E përgjithshme duket se është e mbar dhe nuk ka vend për të shqetësuar dhe një lajm shumë i mirë në fushën e dashurisë, një pasardhës vjen, që do thotë që do të jetë me gafore të vjetësit të dytë. Vijojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë shumë pozitive dhe korekte, që do të thotë luani. Për sa përket luanëve, e marrim për 10 ditën e parë. 10 ditën e parë i kësaj shenje është mjaft pozitive dhe shumë e drejtë për së drejti, me takime, me punë, me stabilizime. Tani për tani është një periudhë që juve jeni në diasporë për shembull, edhe keni për të bërë aplikime, dokumentacione, ju jeni në Angli, Gjermani. Është një moment mjaft i mirë i kësaj jave, se është një javë ku për të 30 ditë, po 10 ditë që parë është më i favorizuar në këtë aspekt, ku keni pasur disa probleme të pazgjidhura në lidhje me persona të tretë, lidhje me disa blerje që jeni në kërkim. 10 ditë që dytë do të thotë me dokumenta, do të thotë në fushën e dokumentacionit, edhe pse tani për tani gjërat mund mos jenë aty ku pritet, sepse prisni shumë për të realizuar, prisni shumë për të rregulluar. Por duket se është momenti më i mirë i mundshëm mbi stabilizimin e punës suaj, mbi stabilizimin e gjërave të mëdha që do të keni tani tutje, kur kjo është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, sepse çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet mbi suksesin dhe garancinë që juve keni dhe jepni në fushën e biznesit. Ajo çka do të keni tani tutje, ku gjërat mund mos jenë të shtruara në përgjithësi që nuk e nevojë për një takim, nuk e nevojë për të trokitur. Po, nevoja për takime është, nevoja për trokitje është. Dhe është një moment tani, kjo periudhë shumë herë më e mirë dhe më pozitivja, e që ndonjëherë në lidhje me çështjet që kanë bënë shumë në fushën e karrierës suaj. 10 ditë që 2 dhe 10 që 3 është shumë pozitiv për marrje vendimesh të rëndësishme. Dhe kjo bën që kjo periudhë të jetë periudha më e mira, më pozitivja në gjëra që do të bëni në kohën e duhur për të zgjidhur problemet që keni. Sepse është një mundësi mjaft e mirë, është një mundësi që i përket ekonomisë, përket ndryshimeve dhe shanseve të mëdha që do të keni tani tutje. Keni një shans shumë të madh në lidhje me një takim pune të 10 ditë të dytë, sepse 10 ditë të dytë ka shumë gjëra që do t'i zgjidhi tani në këtë periudhë, edhe pse ka pasur mjaft probleme, edhe pse nuk ka qenë koha për zgjidhur çështje të pazgjidhura ose një diçka që vërtet juve mund mendoni shumë për të zgjidhur diçka, po unë ju them që tani ka ardhur koha dhe momenti mbi takimet dhe vendimet të rëndësisë së veçantë, prandaj bini pas tani sepse është një kohë shumë e përshtatshme dhe tepër ideale për të 30 ditët. Në fushën e dashurisë, mund t'ju them që lidhjet që keni pasur ose çështjet të vështira, nuk diskutohet që kanë qenë të vështira, sepse tani për tani duket se koha që ndodhin fenomenet ka qenë me ujor të 10 ditë të parë dhe jeni grindur, nuk mund ta them arsyen përse, por më tepër ngjan me thashatheme. Kur kemi thashatheme, mirë është që të mos dëgjojmë çfarë thonë të tretët, por çfarë ne vendosim. Dhe mirë është, vetëm 10 ditë që 2 do të ketë kujdes nga ekspozimet. Në lidhje me ekspozimet, që do të thotë me dem të 10 ditë të parë, me akrep të 10 ditë të tretë, ku është një mundësi mjaft e mirë, ku do shikoni që gjërat të jenë mjaft pozitive dhe tepër korrekte nga ana juaj dhe personat e tjerë që do të kenë. Lidhje në të 30 ditët të përgjithshme duket se është një kohë shumë e mirë dhe tepër përshtatshme për vazhdimsinë dhe stabilizimin e tyre. Vijojmë tek një shenjë tjetër, një shenjë toke, që do të thotë shenja e Virgjëreshës. Për sa i përket Virgjëreshave, Virgjëresha duket se tani në këtë periudhë është një periudhë e zjarrt, një periudhë që kërkon
shumë kohë, një lodhje e tejskajshme, por është shumë e mirë për vazhdimsinë e së ardhmes. Dhe kjo bën që vërtet kjo periudhë është periudha që është më korrekte nga ana juaj, më korrekte nga ana e pozicionimit të planeteve, sepse tani për tani juve keni pasur një lidhje pune me bashkëpunëtor të ndryshëm, por nuk e keni zgjidhur akoma. Mirë po kjo zgjidhje do të thotë që arrit atje ku dua unë, por mundësit nuk i kam akoma. Në këtë rast do mundoheni që të shikoni çfarë do të bëni juve të 10 vitit parë. Sepse keni marrë një ofertë për të zgjidhur një problem. Ka të bëjë me punën kjo. Një problem shumë i madh. Dhe në anën tjetër, 10 viti i dytë është një periudhë mjaft e mirë, sidomos ditë e hënë, ditë e premte, ditë e diel, e hënë e premte e diel janë ditë shumë të mira për sa i përket zgjidhjeve dhe çështjeve, konflikteve, mundësive dhe kohës të ndikimeve të mëdha që mund të keni pasur ose keni tani tutje. Megjithatë, kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë, një periudhë që stabilizon anën e financave, sepse keni pasur shumë çështje problematike të pazgjidhura, shumë gjëra që nuk e kanë vlerësuar të tretët, por unë them që tani është një mundësi mjaft e mirë dhe një kohë shumë pozitive mbi takimet, mbi vendimet, mbi ndryshimet që do të keni tani tutje. Do shikoni edhe vetë kjo gjë, do keni një ndryshim i papritur që do thotë në favorin tuaj, sepse është një moment të 10 vitit të tretë të shenjës së Virgjëreshës, edhe pse kanë pasur çështje problematike të pasqyrura, kanë pasur çështje që vërtet ngelet për tu parë, sepse një kontratë që është prishur në mes, një kontratë që është nuk është ashtu siç mendoni të ishte, edhe shumë gjëra të tjera ku kanë ndikuar në këtë drejtim. Në fusha të tjera dhe në mundësi të arta që juve keni në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me ndryshime që do të keni tani tutje, por këto janë ndryshime të kohës suaj, të momentit tuaj dhe të vazhdimësisë. Dua që t'ju themi diçka. Nëse juve keni mundësi të artë, për shembull, presupozojmë periudhën ku ndodhin fenomenet. Dhe vërtet juve jeni në anën tuaj më të mirë të mundshme në ekonomi, sepse stabilizimi dhe përpjekja që juve keni në fushën e karrierës është një moment mjaft i artë në këtë vazhdimësi të 30 ditësht, sepse Virgjëreshat nga njëra anë ju vjen keq për disa që mundohen shumë por nuk dalin të fituar. Dhe mundohen të ndihmojnë, pa u kuptuar se kush po i ndihmon. Në anën tjetër, këta që janë role drejtuese i do thotë 10 ditë i dytë. 10 ditë i parë, 10 ditë i tretë do fokusohen shumë tek puna private, tek puna e tyre. Nëse keni një punë të tillë, bini pas tani, se tani është koha, është dhe momenti i duhur për të stabilizuar gjërat që doni. Si në fushën e karrierës, si në fushën e biznesit, apo edhe gjithë. Por megjithëse juve keni çështje të rëndësishme për zgjidhur më përpara, në lidhje me punën edhe në lidhje me disa takime që mund të bëni, që janë takime të njëpasnjëshme ekonomike, në lidhje me disa ndryshime shumë të mëdha që do të keni, por themi që tani në këtë periudhë është një moment mjaft i mirë, edhe pse gjërat janë pak të vështira, sepse duket se merr zgjidhje, po në anën tjetër sa jeni të gatshëm ju ti përgjigjeni kërkesave, mundësive të tretëve. Meqense tani për tani është një moment mjaft i mirë dhe ky moment bën që juve të dini çfarë do të bëni dhe ku do të shkoni. Kjo është një periudhë që vërtet tani për tani nuk ka vend për të shqetësuar fare. Sepse kjo periudhë për juve të 30 ditësht e keni edhe si mundësi për zgjidhur problemet që keni pasur ose ju kanosen për punën ose për gjërat të kësaj natyre. Kurse në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëm të 10 ditësht parë, shigjetar të 10 ditësht tretë, është diçka perfekte. Dhe ky moment, që është një moment i artë, që pozicionohet në fushën e karrierës edhe të punës, pozicionohet në lidhje me
vazhdimsinë, sepse jeni shumë korrekt me këtë gjëra, jeni shumë korrekt me punën dhe gjërat aktuale që keni tani atje ju. Dhe kështu që kjo nuk është një mundësi që nuk del jashtë kuadratit ose del ca probleme që keni pasur. Unë them që tani është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive. Fal. Është një pozitivitet që do të keni në fushën e dashurisë. Këtu lidhjet me probleme zgjidhen, keni pas ndarje mund thohet, dhe është një kohë shumë pozitive. Sidomos me Bricjap të 10 ditë të parë, me Binjak të 10 ditë të tretë është perfektja. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri që do thotë peshorja. Për sa përket peshores, peshore duket se jo se kanë flet mendjen për arsye të punës apo diçka, po 10 ditë që parë, për 10 ditën e parë mund të themi shumë gjëra, sepse është munduar shumë për zgjidhur një problem shumë të madh financiar dhe pothuajse duket se është drejt një zgjidhjeje përfundimtare, një zgjidhje shumë të mbar, dhe kjo është një moment mjaft i mirë, kjo është një periudhë që vërtet do shikoni dhe vetë juve, ku ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me stabilizimin, se jeni shumë korrekt me ato gjëra që doni të bëni, por është dhe një periudhë mjaft e mirë në lidhje me disa takime që do bëhen tani tutje, të 10 ditë të parë të shenjës së peshores do të kenë të bëjnë me punën në role drejtuese. Por do të kenë kujdes sepse mund të jepet një punë që për disa ka qenë shumë e vështirë, edhe juve keni të domosdoshme dhe doni që ta merrni përsipër këtë punë, por do ta shikoni pluset dhe minuset në këtë aspekt. Në çështjet që kanë të bëjnë me disa probleme të ndryshme ekonomike, disa gjëra që mund mos kenë qenë ashtu siç i prisni juve, sepse është një problem shumë i madh tani që soditet tani kohë të fundit me punën 10 ditë që dytë, që ka të bëjnë me jashtë, edhe pse do të lëvizni nga i vend pune miqtemi, por nuk ka vend për të shqetësuar këtu, sepse juve do ta zgjidhni vetë. E në fundit rëndësi ka që nuk do ta kuptoni që jeni pa punë. Dhe kjo ka të bëjnë shumë me ekonominë, ka të bëjnë shumë me ndryshimin, se do merrni një rrogë më të mirë se ç'keni marrë më përpara, dhe kjo do të thotë që juve ju ndihmon fati në këtë aspekt. 10 ditë që i tretë, edhe pse por ju që doni në Gjermani dhe doni të bëni një lëvizje, por ju që jeni në Zvicër për arsye pune, dokumentacione, është momenti më i mirë i mundshëm dhe më stabilizuesi. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, për të 10 ditëshit kanë një mundësi shumë të mirë dhe tepër pozitive tani në këtë periudhë, dhe është pikërisht kjo kohë dhe është koha shumë e mbar e mirë në gjërat dhe në vazhdimsi, sepse jeni shumë korrekt me gjërat, jeni shumë korrekt me ato çka doni të bëni dhe mundësi të arta që do keni tani tutje. Këto janë disa mundësi shumë të mira, si në lidhje ekonomike financiare, si në lidhje me biznesin, në lidhje me korrektësinë tuaj të punës. Çdo gjë shkon çdo gjë arrihet në sukses dhe nuk ka vend për të shqetësuar, sepse kjo periudhë është një periudhë shumë e mirë për stabilizim, sidomos dita e martë dhe dita e ejte, ku ka të bëjë shumë për sa përket peshoreve, sepse peshoret janë shumë e fat në këtë drejtim. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore bashkëfamiljar, do thotë me dash të 10 ditë të dytë, ku është një mundësi e mirë, edhe pse me probleme, edhe pse keni pasur disa çështje të pazgjidhura, mund thosha unë, në lidhje me disa takime që do bënit, por kjo u shty për një arsye, në fakt, por kjo do të zgjidhet, ka një lidhje afatgjatë 10 ditë që tretë që ka me gafore apo me Bricjap që kanë pasur grindje, ka qenë grindje dashurie, por tani vjen momenti për të zgjidhur gjërat që doni të bëni dhe është mundësia më e mirë e mundshme për të stabilizuar. Kështu që nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt. Do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë mundësie dhe karrierë në vazhdimsi, që do të thotë Akrepi. Akrepi të dashur
ka ardhur momenti dhe koha të dhjetëdhjetit parë të përfitoni nga e drejta që ju jepet. Kjo është një drejt jo e mirë, por është perfekte. Sepse kjo është periudha më mirë e mundshme që ju duhet. Është një moment tani që i keni të gjitha mundësitë mbi çështjet ekonomike financiare, mbi zgjidhjet e problemeve që keni pasur për shumë kohë, dhe tani ka ardhur momenti që të shikoni gjërat ndryshe. Është një mundësi shumë e mirë dhe tepër korrekte nga ana juaj, sepse jeni korrekt me punën, jeni korrekt me gjërat e mëdha që do të keni, por gjithashtu është periudha, momenti më i mirë i mundshëm mbi stabilizimin dhe konkretizimin e lidhjeve afatgjatë, sepse kjo është një periudhë mjaft e veçantë për sa përket akrepëve të 30 vjeçve, por ajo që duket më pozitivja, më korrektja nga ana juaj është puna dhe stabilizimi. Dhjetëdhjeti i dytë do jetë në rol drejtues. Nëse e preti diçka të tillë, është gati për të realizuar, është momenti më i mirë i mundshëm për ta stabilizuar gjë të tillë dhe është drejt një realizimi përfundimtar. Në çështjet e dokumentacioneve dhe dhjetëdhjeti i tretë që ndodhen jashtë Amerikë, Kanada, Australi, Austri, Zvicër, ka të bëjnë shumë me disa takime që do të bëhen dhe aplikime ku do të jenë shumë të fituar në këtë aspekt dhe është koha më pozitivja dhe më e mbar e që ndonjëherë. Sepse këto çështje zakonisht juve sado që mërziteni dhe dhjetëdhjeti i dytë, por është shumë i fituar në këtë aspekt sepse duket se koha ka treguar që jeni me shumë fat në lidhje me takimet, lidhje me vendimet të rëndësishme që do keni tani e tutje, dhe kjo do të thotë që sado që të gjërat vinë ose bëhen, unë them që është koha përse përket stabilizimeve dhe ndryshimeve të mëdha në fushën e biznesit, në fushën e karrierës, jeni mjaft pozitiv. Aty ku le pak le për dëshiruar, nuk mund ta themi këtë, por le pak a shumë sepse juve jeni marrë shumë me çështjet e punëve, lidhje me disa vendime të rëndësishme ekonomike, por anë dashurisë mundoni të shikoni gjërat ndryshe sepse tani për tani keni mjaft gjëra që duhen të stabilizoni me deo mos, sepse në çështjet që kanë të bëjnë lidhjet afatgjatë me dëm të dhjetëdhjetit të parë, me luan të dhjetëdhjetit të tretë, kërkohet vëmendje, edhe pse keni pasur probleme të mëdha në këtë fushë, por kjo bën që tani e tutje gjërat të jenë më ndryshe dhe ta keni mundësinë e takimeve edhe të vendimeve që mund të merrni. Në njëra anë është dhe koha tani, sepse personalisht juve të 30 vjeçët në fushën e dashurisë keni mundësi të arta për të zgjidhur probleme të ndryshme, keni mundësi të arta për të arritur atje ku dëshironi, edhe pse keni pasur shumë probleme, keni pasur shumë gjëra që vështirë se i zgjidhnit, por është ky moment tani, është momenti që do marrin zgjidhje ky problem që keni pasur para disa kohëve, kështu që nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar. Në disa çështje që keni pasur ndarje, me kë shenja keni pasur ndarje, supozohet tani sepse problemet kanë pasur akrep dëm, akrep luan, akrep vigjeresh, me akrep vigjeresh kërkohet pak kujdes, sepse mund të ndodhin në çdo moment, po edhe pse ka diçka që nuk shkon në këtë aspekt dhe kjo bën që tani për tani gjërat jenë më ndryshe dhe më pozitive në anën tuaj. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, bashkim familjar është me ujor. Mos ju ndani sepse është dhe koha më e mirë e mundshme. Unë them bëni shumë dërbar zemrës tuaj sepse ka të bëjë shumë me disa çështje madhore dhe me të drejtën tuaj, ndonjëherë gaboni, por që mos gaboni, shikojeni edhe një herë gjërat të jenë aty ku doni juve. Dhe mundësit janë të arta dhe tepër pozitive. Shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë nga më pozitive, që do të thotë shigjetari. Përsa përket shigjetarëve. Shigjetarët duket se dhjetëdhjeti i parë ka të bëjnë me punën aktuale që kanë tani dhe vërtet
koha ka treguar që duan të nisin diçka të re. E kanë dhe si mundësi, sepse janë shumë të rëndësishëm në ato që duhet bëjnë, shumë të rëndësishme në ato që kanë në fakt në farë mënyre për punën e tyre, kanë në farë mënyre për ekonominë dhe stabilizimin dhe kohën e duhur për të bërë ndryshimin e madh. Por gjithashtu edhe pse keni pasur probleme në lidhje me ekonominë, lidhje me disa vendime të ndryshme të papritura që keni marrë të 10 ditë të parë, por me sa duket kjo është diçka shumë pozitive, një diçka shumë e madhe që do të ndikojë, do të diktoj në fushën e karrierës, në fushën e punës suaj, por me sa duket është momenti më i mirë i mundshëm dhe do të zgjidhni problematika të ndryshme që keni të bëni me punën, keni të bëni me anën e biznesit dhe të karrierës dhe jo vetëm. Megjithatë, tani për tani mundoni që t'jeni sa më korrekt me veten tuaj, sa më korrekt me personat që ju rrethojnë, sepse ka të bëjë me një biznes shumë të rëndësishëm që mund ta merrni përsipër dhe jo vetëm kaq, duket se lidhje me disa biseda që do bëhen tani e tutje, janë biseda rutinë të ditëshit parë për punën do bëhet fjalë, por gjithsesi është një periudhë mjaft e mirë tani në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshime të mëdha, në lidhje me disa persona të tretë që do t'ju ndihmojnë në këtë aspekt. Dhe kjo do thotë që është e mundur që të bëni një ndryshim shumë të madh në fushën e biznesit. Në çështjet që lidhen me anën dhjetëdiqi i dytë, me punën që keni dhe një kontratë e re, do thotë ato që kanë lidhur në fund të dhjetëdiqit të dytë, ka diçka shumë pozitive, sepse me këtë kontratë që do ta kenë përhershme në fakt, e presin diçka tillë, do shikojmë edhe vetë këtu do jemi, ka të bëjë me diçka shumë të madhe dhe është mundësia që do të jepet dhe është koha e duhur për zgjidhur problematika të tilla. Në dhjetëdiqi i tretë, favorizimet më të lidhje me vazhdimsinë, sepse duke pasur parasysh është kjo periudhë, një periudhë mjaft e mirë, korrekte nga ana juaj, korrekte nga gjërat që kanë bënë më të mëdha që jeni në fushën e karrierës suaj, por të 30 ditë në fushën e dashurisë, duket se lidhjet që kanë të bëjnë me peshk, me virgjëresh dhe me binjak. Me binjak të 10 ditë të dytë ka diçka shumë të madhe, sepse do shikoni edhe vetë ku do lidhet shumë me ekonominë, lidhet shumë me ndryshime të mëdha që vijnë tani tutje, dhe kjo është diçka shumë e madhe që do ndodhi. Do ndodhi për 1000 arsye, sepse kjo është periudha më e mirë e mundshme për punën dhe për karrierën. Kjo është periudha më e mirë e mundshme për stabilizimin e dashurisë dhe të familjes. Ju që jeni në diasporë, që keni bëni me në Ballkan ose në Europë, do bëni ndryshime të mëdha, të 30 ditë. Bashkim familjar, mundësi, rëndësi që do të keni tani e tutje, dhe kjo do jetë diçka shumë e madhe, dhe shikoni dhe vetë do kujtoni, se lidhet shumë me karrierën, lidhet shumë me atë çka doni të bëni dhe të arrini, dhe kështu që nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim, sepse gjërat janë mjaft pozitive dhe tepër korrekte nga ana juaj dhe do dilni shumë të fituar në këtë drejtim. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke ku mundohet shumë, por nuk i ka duk paraja. Që do thotë britsjapi. Për sa përket britsjapëve, 10 ditë i parë nuk i ka duk paraja. Po pse vallë? Punon shumë, mundohet shumë, nga njëra anë i vin para, nga ana tjetër sado që mundohen, sado që kanë mundësinë e tyre për arsye të punës, për arsye të karrierës dhe të ndryshimeve. Po vjen një moment tani, kjo është një moment mjaft i mbar, sepse britsjapët zënë vend tani. Dhe dinë se çfarë do bëjnë, dinë se ku do të shkojnë, për arsye të punës tyre, për arsye të karrierës së tyre, por unë them që britsjapët nga njëra anë kanë mundësinë të ditë parë për zgjidhur një problem shumë të madh, problem madhor them unë, nga ana tjetër kanë një problem lidhje me çështje e prorës, bëhet fjalë,
sepse disa mund të mos jenë korrekt me juve, por ju jeni më së korrekt se ç'duhet, dhe këtu është problemi i tyre. Momentet që keni miqtë mi të shenjës së bricapëve, sado që të keni probleme, sado që mundoni që t'i zgjidhni gjërat me qetësi, por koha ka treguar që jeni me fat në këtë drejtim. Është momenti, është koha e duhur për stabilizimin, për çështjet më korrekte në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, por dhe jo vetëm. Meqense juve keni disa mundësi për punën, disa mundësi në lidhje me karrierën dhe ndryshimet që do të keni tani atje, lidhje me jashtë bëhet fjalë, dhe di që i dytë ka indikim shumë të madh për bricapët për ndryshuar punë, për ndryshuar shtëpi, një njohje në lidhje me biznesin mund të kthehet në bashkëpunues, mund të bashkëpunoni me njëri tjetrin, sepse ka vend për shumë gjëra, por kjo do të thotë që njohja që do bëhet, që mund të jetë në lidhje ose akrep ose dem, e keni mundësi, se nga njëra anë akrepët janë shenjë uji, në anën tjetër janë shenjë toke, shenjë së demit, edhe i keni të gjitha mundësitë dhe duket se është e mundur të ndodhi, është e mundur të realizohet diçka e tillë, sepse kjo periudhë, kjo kohë është më e mira e që ndonjëherë, më e mira në lidhje me ndryshimet dhe takimet që mund të bëni, që mund të arrini atë ku doni, por meqense mundësitë i keni, nuk është një diçka pa mundësi që juve të realizoni diçka edhe të mërziteni pastaj pse nuk është bërë ose arsyeja ku mund të arrini gjërat, por meqense juve si bricap që jeni, dhe unë ju them me bindje të plotë për gjë të tillë, ku kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme në çështjet që do të keni dhe do të zgjidhni problematika të ndryshme në fushën e karrierës suaj, në fushën e ndryshimit të madh që do të keni tani atje, sepse kjo ka të bëjë shumë me anën e pozicionimit të planeteve, dhe kjo do të thotë ndryshime, kjo do të thotë vendime, edhe pse të tretët mund ta mohojnë një gjë të tillë, por nuk ka vend për të shqetësuar, sepse për juve është koha dhe momenti më i miri dhe më pozitivi i që ndonjëherë, sepse ju do jeni në anën tuaj, sepse dini shumë mirë çfarë bëni dhe ku shkoni. Në çështjet që lidhen me të 30 diqet në anën shpirtërore, lidhje që do duket si nga pasioni, si nga familja, si nga stabilizimi, kemi bricap akrep, bricap dash dhe bricap të 10 diqet të tretë, është një periudhë shumë e mirë dhe shumë pozitive. Prandaj mos u shqetësoni, prandaj nuk ka vend për të shqetësuar këtu, sepse gjërat janë pozitive, gjërat janë mjaft të mbara dhe kjo kohë është për juve dhe është më se funksionale. Çështjet shpirtërore në lidhjet afatgjat është me gafore, është me peshë të 10 diqet të tretë, por dhe me peshore të 10 diqet të parë, që është, mos harrojmë, në lidhje me bashkim familjar është shenjë jo vetëm që keni mundësinë me peshore ju, sepse ka bënë me diçka tjetër, keni qenë në njohje në bashkëpunim me punën, por mund të ketë lidhje serioze. Dhe mos harrojmë se një shenjë tokë me shenjë ajri është ajë dhe zheja. Dhe këtu është diçka shumë pozitive dhe mund të përfitoni. Vijojmë tek një shenjë ajri, që do të thotë ujori. Për sa i përket ujorëve, ujorët duket se këtë periudhë është periudha e tyre, është periudha e stabilizimit, e konkretizimit, e vazhdimësisë dhe e mundësive. Meqense juve keni shumë gjëra të lëna pezull si ujorë që jeni, po ujorët si shenjë ajri din dhe stabilizojnë të 10 diqet parë. 10 diqet parë ka pasur disa probleme në të shkuarën, po vjen momenti tani që e realizojnë ashtu siç dëshirojnë. Sepse kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme. Është një periudhë që çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet. Në lidhje me suksesin, në lidhje me garancinë, në lidhje me ndryshimin e madh që bëhet tani atje. I keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur çështjet problematike nga fillimi deri në fund, sepse gjitha gjërat janë shumë pozitive siç duhet, dhe i keni momentin e duhur, keni kohën e duhur
për sa i përket ekonomisë, për sa i përket asaj çka juve doni të bëni dhe çka juve doni të arrini. Në dhjetëdiqi i tretë, në lidhje me punën, duket se ka një ngërç të vogël, por kjo është diçka që e kalueshme dhe jo problematike, sepse për sa i përket imi arsye në lidhje me punën, në lidhje me takime, në lidhje me ndryshime, lidhet me korrektësinë tuaj, por gjithashtu është një periudhë mjaft e mirë ku gjërat do jenë në favorin tuaj. Lidhjet afatgjatë të 30 diqit që kanë të bëjnë të shenjës së ujorëve, duket se kanë të bëjnë me binjak të 10 diqit parë, kanë të bëjnë me peshore të 10 diqit tretë, kanë të bëjnë dhe me luan. Me luan herë është aja dhe zheja, jo se janë përballë, por kanë një mundësi të artë për stabilizimin dhe konkretizimin e lidhjeve. Bashkim familjar, për juve që jeni në Angli, për shembull. Presupozohet që atje mund të keni pasur probleme lidhje me dokumentat, lidhje me gjëra të kësaj natyre, por vjen një moment tani që e zgjidhni një problem të tillë. Është momenti i duhur për sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë, sepse kjo periudhë është një periudhë që vërtet është momenti i duhur, vërtet e keni mundësinë në lidhje me anën e biznesit ose të karrierës. Me karrierën është më tepër gjëja, sepse tani për tani duket se çdo gjë shkon bashkë që arrihet fal suksesit dhe fal mundësive të arta që do të kenë në çështjet që kanë të bëjnë me familjen. Një pasardhës është e mundur të dhjetëdiqit të tretë, nëse jeni në pritje të diçka të tillë, përgatituni, sepse ka të bëjë shumë me këto çështje dhe janë çështje mjaft pozitive, korrekte nga ana juaj, sepse duket se edhe gjërat që keni të bëni, edhe mundësitë që do t'ju jepen tani tutje, janë mundësi nga më të artat dhe më të mira të mundshme. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bënë në fushën e bashkim familjar, që është një moment shumë i mirë për ujorët, është me shigjetarët e dhjetëdiqit të dytë, nëse duan të bëjnë diçka ose të nisin diçka me punën e tyre nga lëvizje nga një qytet tjetër, është e mundur, sepse me një blerje dhe shtesë familjare është momenti më i mirë i mundshëm dhe më i zgjidhshëm në këtë aspekt. Por gjithsesi, kjo është periudha më e mirë që ka të bëjnë në lidhje me jetën tuaj personale individuale. Që do thotë kjo javë është javë shumë e mirë nga e njëjtja deri dhe të shtunën mbasdite. Prandaj mos e lini pas dore, shfrytëzoni në maksimum për të dalë të fituar në atë çka doni të bëni, sepse shumë gjëra mund të mos jenë ashtu siç pritet, por janë në periudhën më të mirë dhe më korrekte nga ana juaj. Shkojmë tek një shenjë tjetër, do shkojmë tek një shenjë uji që ka të bëjnë me ligjin, që do thotë peshqit. Primet e shenjës së peshqeve të dhjetëdiqit parë ka të bëjnë shumë me anën ligjore. Ka të bëjnë shumë me çështjet një pasnjëshme që juve keni në lidhje me takime, në lidhje me ndryshime. Vendimet më të mëdha që merren në fushën e ligjit janë këtë javë. Muaji korrik është gati, nëse juve këtë javë shikoni ku çedoni ose ku duhet parë pak ndryshe, sepse është një moment shumë i mirë për të mbyllur çështjet e pambyllura. Dhe është dhe një problematike vogël që duhet zgjidhur kjo. Ka ngelur pak pezull prej kohës në fakt, por jo se ka një gjë që nuk shkon. Është momenti më i mirë i mundshëm mbi çështjet që stabilizohen në karrierë, stabilizohen në punë, stabilizohen në gjërat të mëdha që mund të keni tani tutje, por megjithatë, edhe pse me probleme, edhe pse keni pasur çështje të pazgjidhura, dhe ky është një moment shumë i mirë tani që mund ta zgjidhni edhe si problem dhe si kohë, sepse është një kohë shumë e mirë në çështjet ekonomike financiare për të 30 diqët, edhe pse do bëj një zgjidhje. Kanë mundësi në fakt për të arritur atje ku ata duan, sepse gjithmonë peshqit vetë kontrollojnë. Dhe kur vetë kontrollojnë gjërat, nuk kanë, jo se s'kan besim tek të tjerët, por duhet të jenë vetë ata që të shikojnë gjërat që jenë në vendin e duhur.
sepse juve peshit ta kuptojnë gjithë, që peshit respektojnë veten, që të respektojnë tjetrin. Nuk humbasin kollaj në anën e tyre, edhe pse të kenë probleme nga njëra anë, por nga anën tjetër janë mjaft të dhënë në lidhje me punën e tyre dhe në lidhje me gjërat që do të kenë tani atutje. Dhe është një mundësi shumë e mirë tani, ku do shkojnë edhe vetë, ka të bëjnë shumë me gjërat të mëdha, gjëra madhore, që do të thotë ekonomi, do të thotë stabilizim, do të thotë korrektësi, dhe gjitha këto bëjnë që juve t'jeni shumë herë më mirë dhe shumë herë më të lumtur në atë që doni të bëni dhe të përçoni. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, disa probleme që keni pasur para disa kohëve, është një mundësi shumë e mirë tani. Është një mundësi që zgjidhni problemet e së shkuarës. Kjo bën që jo për fajin tuaj, por në fushën e dashurisë dhe të njohjeve që mund keni pasur, ka diçka shumë të madhe tani. Nëse mundeni ta zgjidhni këtë problem, është një mundësi shumë e mirë tani që zgjidhet fal punës suaj, fal të së drejtës, sepse e drejta gjithmonë triumfon. Duan apo s'duan të tjerët, nga njëra anë është momenti më i mirë i mundshëm, sepse dihet për arsye të kohës, për arsye të karrierës, që është në një mundësi shumë e mirë tani, dhe kjo është periudha duket mjaft pozitive, duket shumë e mbar në lidhje me nisma të reja, në lidhje me gjërat që do të keni tani atutje, por përgatituni për gjëra të mëdha, sepse tani për tani të tjerët mund të flasin shumë për juve në fushën e rolit drejtues, se jeni intuitive dhe e keni këta, por gjithashtu dhe në fushën e dashurisë. Në fushën e dashurisë duket se kjo periudhë është periudhë mjaft e mirë për marrje vendimi të rëndësishëm. Sidomos 10 ditë që i parë, lidhjet afatgjat, që do thot me shigjetar, do thot me virgjëresht, do thot me dem dhe me peshk të 10 ditë të tretë, ose ata që kanë planetet e të shenja. Duket se po, është mundësi e mirë, po, është momenti i duhur, dhe të gjitha gjërat çojnë tek stabilizimi familjar. Sepse keni të bëni me familje, sepse keni të bëni me gjëra shumë herë më të mëdha dhe tepër pozitive. Prandaj bini pas, mos e lini gjërat pasdore. Sepse të lëna pasdore, të lën pasdore, kështu që nuk është në të mirën tuaj. Nëse doni të bëni një aplikim për bashkim familjar, edhe sidomos të jetë një lidhje me virgjëresht, jeni në kohën më të mirë të mundshme. Atëherë bini pas kësaj jave. Dita e hënë, dita e njëjtë, dita e diel janë 3 ditë fantastike përsa përket zhvillimit dhe përsa përket ndryshimit që do të kenë tani atutje, dhe kjo është koha më ideale e që ndonjëherë. Prandaj mos u shqetësoni në këtë drejtim, sepse kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme e që ndonjëherë, sepse kjo periudhë është periudha juaj. Këto ishin pak a shumë miqtë e mi përsa përket pikërisht kësaj jave kaq të rëndësishme, kësaj jave shumë të dobishme, sidomos në fushën e karrierës, sidomos në ndryshimet e mëdha që keni. Dhe java e parë, sepse futet deri në datën 6 korrik që bëhet ky parashikim, dhe duhet jeni të kujdesshëm dhe në vazhdimsi të këtij muaji. Por para se të ndami bashkë, unë kujtoj edhe një herë për gjithë juve televizionistët të nderuar, ku do ndodhin në Shqipëri apo në diasporë, dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astro.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, e shikoni atje, dhe pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viber, WhatsApp apo Skype. Por ju që doni që në kohën që ne jemi live, dëshironi që të dërgoni një mesazh, e të merrni live përgjigje, kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas dërgoni mesazhin dhe jeni gati për të marrë përgjigjen live. Nga unë Rëpulla, javë të mbar, ditë të mbar çdo aspekt. Mira.